Çfarë dëshironi të dini rreth shëndetit të grave? Temat kryesore përfshin: fitness, dietë, vitamina, shëndeti seksual, prindërimi, gjëndrat e gjirit, stresi, gjendjet shëndetësore, parandalimi, vizitat mjekësore, shëndeti i përgjithshëm i grave, zakonet e shëndetshme, hapat drejt një jete më të gjatë dhe të lumtur. Në jetën e përditshme të mbushur me punë, fëmijë, detyra dhe angazhime, shëndeti shpesh kalon në plan të dytë, por këto hapa të thjesht mund t'ju ndihmojnë të qëndroni të shëndetshme. 1. Bëhuni aktive, lëvizja për zemër të fortë. Sëmundjet e zemrës janë shkaku e rënjë i vdekjes tek gratë, 1/4. Ushtrimet përmirësojnë shëndetin e zemrës, kockave dhe mendjes. Synoni për 30 minuta ushtrime kardiovaskulare të paktën 4 herë në javë. Ecje, vrap, not, vallëzim. Kombinoni me stërvitje për forcë muskulore, sidomos pas menopauzës. 2. Hani një dietë të ekuilibruar. Ushqimi i shëndetshëm është baza e shëndetit. Shmangni ushqimet e përpunuara, me sheqer dhe krip të tepërt. Zgjidhni perime dhe fruta të freskëta, drithëra të plota, ushqime me fibra, bishtajore, zarzavate, peshk dhe mish të dobët, vajra të shëndetshëm, vaj ulliri, ara, fara, produkte bulmeti me pak yndyrë. Këshill për pazar. Blini në pjesët anësore të supermarketit ku ndodhen produktet e freskëta. Shmangni reshtat e ushqimeve të paketuara. 3. Vitaminat. Një multivitamin ditore mund të ndihmojë, por ushqimi i pasur me vitamina është më i dobishëm. Varieteti në ngjyrat dhe llojet e ushqimeve siguron vitaminat e nevojshme, pa pasur nevojë për suplemente. 4. Plakja e shëndetshme. Ushqehuni mirë, lëvizni rregullisht dhe bëni ekzaminime mjekësore. Shmangni duhanin dhe konsumimin e tepërt të alkoolit. Përdorni krem dielli me SPF15 dhe shmangni ekspozimin ndaj diellit në mesditë. Mos i neglizhoni ndryshimet në lëkurë, konsultohuni me dermatolog. 5. Jeta seksuale e shëndetshme. Në faza të ndryshme të jetës, nevojat seksuale ndryshojnë. Në rini, mbrojtja nga infeksionet seksualisht të transmetueshme, STD, kontracepcioni, ekzaminimet rutinë. Në moshë më të madhe, mund të përballeni me mungesë dëshire, lubrifikim të dobët, ose dhimbje gjatë aktit seksual. Jeta seksuale aktive përmirëson shëndetin e zemrës dhe mirëqenien mendore. 6. Shtatzënia, koha për një fëmijë. Kujdesuni për veten që para shtatzënisë. Ndaloni duhanin dhe alkoolin, ushqehuni shëndetshëm, merrni vitamina prenatale. Aktiviteti fizik dhe kontrolli i hershëm ndihmojnë në parandalimin e komplikacioneve. Kërkoni ndihmë mjekësore për ndalimin e zakoneve të dëmshme. 7. Prindërimi. Prindërimi është i vështirë, por shumë i shpërblyeshëm. Ndërtoni një rrjet mbështetës me miq dhe familjar. Forumet online të prindërve janë burime të shkëlqyera për ndihmë dhe ndarje përvojash. 8. Shëndeti i gjinjve. Kanceri i gjirit është ndër format më të zakonshme të kancerit tek gratë. Gratë me rrezik mesatar duhet të bëjnë mamografi çdo 2 vjet midis moshës 50-74. Disa mjek rekomandojnë mamografi që nga mosha 40. Filloni vetë kontrollin e gjinjve çdo muaj që nga mosha 20 vjeç. 9. Stresi. Stresi mund të shkaktojë probleme fizike dhe emocionale. Tension i lartë, pagjumësi, shtim në peshë, probleme në marrëdhënie. Menaxhojeni me terapi, meditim, lutje, yoga, tai chi, aktivitet fizik. 10. Gjendje dhe sëmundje të zakonshme të gratë. Sëmundjet e zemrës më vdekjeprurse për gratë se sa për burrat. Goditje në tru, gratë kanë më shumë rrezik se burrat. Problemet urinare më të shpeshta për shkak të uretrës më të shkurtër. Alkooli ndikon më rënd në trupin e grave. Shtatzënia rrezikon foshnjën. Depresioni më i përhapur tek gratë, sidomos në moshat 14-25. Osteoartriti më i zakonshëm tek gratë mbi 45 vjeç. 11. Parandalimi. Shmangni duhanin dhe ekspozimin ndaj tymit pasiv. Konsumoni alkool me mas, maksimum 1 gotë verë ditë. Kujdesuni për shëndetin oral. Parandalon sëmundjet e zemrës. 12. Vizitoni mjekun rregullisht. Bëni kontrolle vjetore. Analizat e gjakut, presionin e gjakut, peshën, mamografit, pap testin dhe ekzaminimet pelvike. Zbulimi i hershëm parandalon sëmundjet serioze.